Partia Demokratike Shqiptare nuk do të refuzoj ftesë për të biseduar për pjesëmarrje në qeveri, por kjo nuk do të thotë hyrje në qeveri pa kushte. Kështu ka thënë Imer Aliu, funksionari i lartë i kësaj partie. Sipas Aliut, pjesëmarrja e ulët e shqiptarëve në zgjedhjet lokale tregon se pakënaqësia tek elektorati shqiptar është e madhe, ndërsa nënvizoi se nëse PDSH-ja merr ftesë për të bërë pjesë e qeverisë, kjo do të bëhet me konsultim dhe me partitë e tjera dhe me antarësinë e partisë, që sipas Aliut, kohëve të fundit është rritur dukshëm numri atyre që rreshtohen në këtë parti. Ne nuk do të refuzojmë ftesën. Dialog apo debatin më sakt ne do ta zhvillojmë me secilin tash e tuqe, përfshi edhe qeverinë. Mirëpo një gjë është e qartë, rendi i ditës i Partisë Demokratike Shqiptare dhe rendi i ditës i qeverisë dhe partive në qeveri duket që është i ndryshëm. Mirëpo sigurisht ne do të debatojmë me të gjithë. Një gjë është e qartë, janë bërë shumë premtime, tash është koha që të realizohen. Ne do të mbajmë përgjegjës sigurisht Partinë Shqiptare në pushtet, sa ata kanë premtu dhe sigurisht që tash e tuqe nuk kanë asnjë arsyetim që të mos realizojnë. Mos harrojmë se rezultatet e zgjedhjeve do të lexohen edhe në mënyrë pak më ndryshe, domethënë varet kush si i lexon. Pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka qenë shumë e ulët. Domethënë gati 70% të qytetarëve shqiptar kanë refuzuar të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe kjo është një potencial shumë i madh për Partinë Demokratike Shqiptare, pasi që siç duket ata kanë pakënaqësi të mëdha edhe me ata që ishin në pushtet, edhe me këta që janë në pushtet, për shkak mungesës një oferte reale. Çështja tjetër është e përzierja në skenën politike e faktorit maqedonas, të cilën është veç më e dukshme dhe qytetarët dinë ta lexojnë. Në ndërkohë, sipas PDSH-s, humbja e zgjedhjeve lokale nga ana e BDI-s nuk është tragjedi kombëtare. Ajo që BDI ka humbur nuk është tragjedi kombëtare. Mund të jetë tragjedi e disa individëve apo një grupi të caktuar. Sigurisht s'ka të bëjë me tragjedi kombëtare. Ata mund ta shohin tillë, mirëpo faktet nuk janë ashtu. Thjesht e kanë humbur pushtetin që e kanë pasur për 20 vite dhe tash do jetë shumë më e lehtë që të analizohet të arriturat apo dështimet e tyre gjatë kësaj periudhe. Në Kuvendin Qendror të Partisë Demokratike Shqiptare, sot janë miratuar dhe konkluzat lidhur me procesin zgjedhor dhe hapat që do të merren më tutje nga ana e kësaj partie.